Në sallën e zbrazët të kuvendit, 15 minuta para orës 11, erdhi deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Kosovare Murseli. Pas saj me ko erdhi edhe ministrin në detyrë për komunitete dhe kthim, Nenad Rashiq. Tutje në sallë futën një pjesë e deputetëve të PDK-s dhe LDK-s për të tentuar konstituimin e kuvendit. Me njëherë pas tyre, erdhi i pari i nismës Fatmir Limaj bashkë me 2 deputetet. Por Limaj nuk shkoi në vendin e tij. Ai u ndal për bisedë me të parin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjikun. E bisedës së tyre, ju bashkua dhe deputeti nga vetëvendosja Gembahiri. Duke u ndarë, Limaj për Lumirin e pati një porosi. Nuk shkoi shumë e deputetët morën një thirrje nga kryesuesi i seancës Avni Dehari. Ai kërkoi që të numërohen deputetët për të parë se a ka kvorum për tentimin e 22 për konstituim. Të nderuara deputete, të nderuar deputet, konstatoj se në sallë janë 109 deputet. Kemi kvorum për vazhdimin e seancës. Ai përsëriti edhe njëherë kërkesën për partitë opozitare në lidhje me formimin e komisionit që mundson votimin e fshehtë. Edhe pse nuk pati propozime, Dehari e çoi në votim komisionin për votimin e fshehtë. Edhe kësaj radhe vetëm 54 deputet votuan pra, 1 kundër dhe asnjë nuk abstenoi. Ndërpritet seanca me 29 maj shihemi në orën 11 sërish. Të martën, seanca zgjati vetëm 2 minuta e 30 sekonda. Në 48 orët e ardhshme do t'jetë tentimi i radhës për konstituim.